Aleanca Demokristiane ka mbyllur fushatën elektorale në qytetin e Shkodrës me një koncert të organizuar në pedonalen Kolidi Romeno. Në një intervistë për Star Plus, kandidati për deputet i kësaj force politike Ndue Pietra u bëri thirrje shkodranëve të votojnë forcën e tij politike. Jemi kundër shitjes votës, jemi për një familje të shenjtë, ashtu siç e ka dhe vetë Zoti. Çdo person, çdo familje, qoftë katolike, muslimane, ortodokse që shet votën, ta menojnë mirë që në xhirin e asaj familje nuk ka më marrësi. Pra, do thotë që nuk ka më ner. Çdo veprim i kryer në këtë forma është njerëzor, është i panershëm. Ne jemi në krahun e djathtë, pra jemi me Partinë Demokratike. Kryetari i kësaj partie Zef Bushati tha se ka ardhur koha që votuesit të braktisin forcat e vjetra. Partia Aleanca Demokristiane është bashkimi i njerëzve të ndershëm për Shqipërinë Evropiane. Ky është slogani i partisë tonë. Përveç se slogani i partisë tonë është edhe themeli i bindjeve demokristiane. Shqipërinë e bën njerëzit të ndershëm, nuk e bën njerëzit e pandershëm. Shqipërinë e bën të ndershmit, nuk e bën njerëzit e korruptuar, njerëzit e inkriminuar, njerëzit e degeneruar. Aleanca Demokristiane është në mbështetje të Partisë Demokratike dhe mban numrin 8 në fletën e votimit.